Mirdita. Sot po bëj një mish viçi me trahana. Mish me trahana është fillon dhe të ftohtit ashtu dhe hahet në dimër, këtu dimër fillon shpejt, edhe është del një gjell shumë e mirë. Kam marrë 1 kg mish viçi, ka vënë tenxhere në zjarr me pak vaj që ta skuq një herë mishin e viçit. E kam larë, e kam kulluar edhe i thith një çik ujëra që të mos rrit lëshoj ujë në tenxhere, e thaj me letër, i heq ujtin. Është mish i viç i njomë dhe del shumë gjellë e mirë. Ja thaj pak ujtin kështu. Mishin e pastroj edhe nga dhjamra, t'ja heq, se më mirë i hedh një çik vaj ulliri më shumë se sa dhjamin. Se nuk na bëjnë ndyrat e tepërta. Përshëndet. Është një gjellë shumë e shpejt, nuk do shumë punë, as mundim, as të rish në kokë. E bëjnë tenxhere të presionit që të mbehet shpejt. Dhe mishin. Sa të marrë një skuqje të lehtë, shumë pak mishi. Ne themi mishin pak nga të dy anës. Edhe dhe pak. Kjo është një gjellë që e kam mësuar nga bjera ime. Bjera ime e bënte shpesh. Bënte, i thoshte Zahiret e dimrit, bëni siç bënin koqiret e para trahanan që bënin vetë, e bëjnë dhe sot në Shqipëri, unë për vete time nuk di të bëj trahana. Marrë të gatshme gjithmonë, po ajo e bënte trahanat trash dhe trahanat holl. Trahanan e holl e hanin me bukë, ndërsa trahanan e trash e përdorte me mish viçi, gjithë dimrin. E gatuante shumë, edhe nga ajo e kam mësuar, nga vjera ime. Mishi është skuqur pak. Kam pas një vjerë shumë një koqire, shumë të pastër, beratase, me orgjin, si që janë beratase, që njifen për pastërtin, për rregullin, për të gjitha. Ajo ka qenë shumë gruaj e mirë, shumë vjerë e mirë, nën, jo vjerë. Ishte nën për të se u rritëm në duart e saja. Martuan të vogla dhe kaq do mishi. Shtoj një kokër qep të madhe ose 2 të vogla. Si ti keni qepët, nuk është nevoja pak qep sa për shije.
Tash që shtova qepët, edhe pak krip. Ja ngrejnë që këtë përskuqje. I shtoj dhe një spec të kuqe. Të grira hollë të dyja, që është speci dhe qepa dhe speci bashk. Nuk ka nevojë që të skuqet shumë, se do zihen bashk me mishin. I shtoj dhe piperin e zi, i shtoj pak piper të zi. Tash i shtoj ujkin e kam të baluar, derisa të mbulohet mishi. E shikoj pak për krip, shumë mire ka kripa, dhe i bë kapakun. Për 20 minuta duhet jetë gati, se është mish shumë i njom, është mish i vogël. Hap tenxherën, shoh mishin, mishi ka zier shumë mirë. Shtoj ujkin e baluar tashti dhe hedh tërhanan. Tërhanaja është tërhana e trash, e marrim në dyqanet e greke, nuk ka rëndësi mbëlose tërhana e thartë, çfarë do të lloj tërhanaje që të jetë, dhe i hedh tërhanan. Tërhanan filloj përziej që mos të më bëhet të ngjit. Sa të marri valde tërhanaja dhe e lëj qik mishin me tërhanan të ziej. Sa të ziej tërhanaja. Si që merë val, e lë pak shumë, me kapakun përsipër dhe e lë që të ziej tërhanaja. I vë lukun që të mos më derdhet. Të mos marrë valet të më derdhet lëku, dhe e lë pak të hapur të tenxhere dhe e lë gati një 7-8 minuta sa të ziej tërhanaja. Mbas 7-8 minutave e hap tenxheren dhe shoh tërhanaja ka zier, është piks, është trash, aq sa duhet, nuk del si supë, po del si punë çorbe që i themi ne në Shqipëri, dhe rrotulloj çik kështu tenxhere që të mos zbëluk të prishet gjella. E lë kështu veç dhe vë tiganin. Në tigan tash i hedh pak gjalp. Dhe i hedh pak spec djegës. Nuk është spec që djeg shumë, djeg pak.
dhe i vë dilu kafe. Po t'je djegë si fort, do t'i vëni më pak. Kur e shifni që trahanaja u del shumë e trash, e holloni me ujë. Del një gjellë e mrekullueshme, del një gjellë shumë e mirë. I hedh pak specë të kuq. Hedh pak ujë specit. Dhe ja hedh përsipër. E vë sa të marrë një valë me specin. I hedh pak ujë tiganit prapë që dalë speci komplet. E hap kështu pak. Kjo është trahanaja me mish viçi, del shumë e mirë, shumë e shijshme. E largoj tenqeren. Përsipër i shtoj edhe pak piper të zi. Për shije. Kjo është pjatja me mish viçi. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbarë.